Anës Bunës shtrihet një nga zonat më piktoreske të vendit, Velipoja me 7 fshatët e saj, që harruan historinë e dhimbshme të viteve të kaluara dhe gëzojnë sot një pranverë që s'ka të sosur. Ne erdhëm këtu në një mëngjes kur njerëzit ishin zgjuar, rrugët kishin marrë jetë, kooperativistët shkonin në punë, peshkatarët do thirrnin rrjetat, nxënësit e nënshkollave që ka zona nisnin një ditë të re. Erdhëm këtu atëre kur gjithçka ngjyej me dritën e kaltër të ujrave që rrethojnë Velipojën, me dritën e artë që lëshojnë rrezet e diellit. Qindra diej duken si kur kanë zbritur në tokë, në këto fusha pa anë e pa fund. Këto bim të larta e të shëndetshme, këto ngjyra të ndezura, flasin për punën e vazhdueshme dhe të palodhur. Në sektorin e Luargjës, Brigade Rustem Tahirit njihet për rendimentet e larta në këtë kulturë. Jo vetëm ndjerë se mund, por në radhë të parë njoj agroteknikës për t'i bërë misrit shërbimet në çdo periudhë të rritjes dhe zhvillimit, plerimin, parashitjen dhe ujitjen e bimbe në kohë. Kjo është rruga që kanë zgjedhur anëtarët e brigadës së Loro Rokut dhe gjithë kooperativistëve të Velipojës për të arritur shifrat e planifikuara në rendimentin e dritrave të bukës. Fronti i bukës mbetet fronti numër 1 i bujqësisë. Në këtë ditë begatshme, kooperativistët e brigadës drejtuar nga Noshnika të sektorit të Baksrjollit sjellin ndërmend vjeshtën e kaluar, ku rreshet e lagështia nuk lejonte të futin në përara jo traktorin, por as plugun e lopatën. Njerëzit e mposhtën natyrën dhe erdhën ditët e sotme që flasin për këtë fitore të madhe. Grur, ngjajnë këto me burime gëzimi dhe lumturie. Veteranin Bajram Sadiku në pushimet midis punës të rinj gjithmonë e pyesin për Velipojën e ershme. Krahasimi me të kaluarën është i pabesueshëm. Në fushë takuam edhe veteranët Alil Pleshti e Luiq Marku, i cili na tha: Nuk mund ta merrni me mend se si ka ken krahina e Velipojës dikur përparan. Unë që leva edhe u rrita edhe u plaka këtu në këtë vend, gjithçka e kalomja më duket si një ëndër e keqe, e pabesueshme. Velipoja atëherë na tha i më poshtë, ka qenë një kënet e keqe dhe egër. Por ja që në këtë troje zunë vënd gjyshit e tyre të ardhur nga malësit e Kelmendit dhe të mbi Koplikut. Lanë malet dhe erdhën në këto toka të largta, të mbetura nga deti, për shkak të gjaqeve dhe egërsis bajraktarve që të zinin pusi pas ferrash. Unë bytë në këto këneta me shpres që të ishin të lirë në këto toka pa zot, dhe banonin ato në kasollet të tilla për i kashte. Ishte e vështirë jeta këtu. Mushkonja të çanin, malaria bënte kërdin me sëmundje dhe vdekje. Në stinën e verës qëllonte që kasollet prej kashte nga një shkëndije vetme të merrnin zjarr. Atëre, gjithçka bëhej hi, kasollja, ato pak recka, ato pak orendi. Dhe përsëri fillonin rrugët, fillonte shtektimi. Sa shumë ndronin fshatarët për një jetë më të mirë. Ata e dinin se në ujërat e amuta dremiste fusha. Por partia vendosi, të lëviznin ujërat e amuta e cëmura dhe të zgjohen nga dremitja 6.000 hektar tokë. Që fusha të merrnin jetë,
Erdhën traktore buldozer dhe nga toka e lashtë u shkullën rrënjët e drurëve shekullor të pyjeve që i kishte rënuar këneta. Çdo vit u zgjeruan hektarët e tokave të reja nga pastrimi i rrënjëve, nga pastrimet e ujrave prej 2 hidrovorëve të fuqishëm. Nga këto kanale të mëdhenj shtyen ujrat e kënetës në det. Nga kjo sallë komandohen motopompat, të cilat thithin ujrat për ta çliruar tokën. Për të pasuruar më mirë shënimet për të kalorën e velipojës, na ndihmoi një dëshmitar tjetër. Na thanë se ky punonte në flotën tonë tregtare. Ania po ngarkohej dhe ishte gati për udhtim. Ky ishte dëshmitari tjetër që kërkonim, Beqir Halil Buslla, kryemekaniku i Anijes Teuta. Që të na flas më gjerë për kujtimet e tij, na ftoi në dhomën e pritjes së Anijes. Unë kam qenë i vogël, por më i mend mirë nga fëmijëria ime, jetën velipoj. Jeta vështirë prej kafshëve që bashin perimetal. Shkodra në atë kohë nuk u lidhte me as i farë rrugë, përveç det, bunë dhe në Shkodër. Dhe anijet që vishin me mallnat e tregtarëve, vishin deri ke delta bunës. Dhe aty, ta mallna u ngarkoshin me lunrat vogla, të cilat të lunra, baballat tonë, i tërhiqin me forcën i krahut militar, kuna rrëmës bunës dhe i qoshin deri në Shkodër. Këto kujtime nuk do të më shlyhen nga mendja kurrë. Ai tregon se ishte vërtet e rëndë të shikoje baban të mbreur kështu. Gja preqin, gja kolecin e gjacenin t'i shija ashtu. Dhe tek i kujton, tregon se sa njerëz të mirë ishin ata. Pas punës së rëndë, ata flisnin e qeshnin me fëmijët. U tregonin se jeta nuk do t'ishte gjithmonë ashtu. Sa eri kujton ata, gjithmonë pyet veten, a besonin vërtet ata se do të vinte shpejt një jetë tjetër, apo ato ishin vetëm ëndra? Tregimet i takojnë të kaluarës. Në velipojën e re një sipërfaqe të madhe toke e mbulojnë sera diellore dhe me ngroje. Ndofta këtu e ka burimin fjalet moshuarve që ndër ne pranvera nuk ka të sosur. Nuk ka stin të motit pa gjelbrim dhe pa prodhim. Punëtori i sireve Mrika Kola në bilancin e saj vjetor, nga 365 ditë që ka viti, ka realizuar 365 ditë pune. Nga brigadieri Nikol Ndou dhe kryetari i kooperativës agronomi Qeli Strefi, ne mësuam se kjo grua, me 5 fëmijë, shumë të edukuar, të rreq vëmendjen e të gjithëve si bujkeshe mirë dhe si nën e mirë. Ky fakt u bë joshës për piktorin Zef Shoshi. Një kuriozitet. Në prodhimin e trangujve në sera, që në literaturën europiane shifra 1200 kuintal për hektar, konsiderohet si një rendiment i kënaqshëm, këtu është arritur të merret 1900 kuintal për hektar. Prodhimet e bollshme merren dhe në perime e zarzavate tjera, sidomos në domate.
Një bujësi e përparuar kërkon dhe një blegtori të zhvilluar. Velipoja ka 2800 krerë dele, 400 krerë lop dhe 750 krerë dhi, të cilat shkojnë gjithë një drejt për mirësimit racor. Zgjerimi i numrit baktive për qumësht dhe mish do të jetë më i madh në perspektivë. Kolndo është një nga barit më të rinj e më në zë të zonës. Kur kreu detyrën ushtarake, tha: "Unë kam dëshirë të merrem me blegtori." Dikush i tha atëre se çi duheshin dhit. Kanë rendimentullët, pjellërit pakët dhe dëmtojnë pyjet. Kola e dinte këtë. Atëre çdo dhi jepte 41 litra qumësht në vit. Por djaloshi kishte plane. Njeri me vullnet, njeri me pasion. Dhe arriti fitoren 215 litra qumësht për kokë, lindjet 130%. Për punë dëshquar në blegtori, Kolndo është dekoruar nga presidiumi i Kuvendit Popullor me 2 urdhra pune. Bariu tjetër, Vat Marku, jo më pak në zë se i pari, merr rendimente shumë të mira nga tufa e tij. 2 barit janë në gardë përreshme, si në marrjen e zotimeve, ashtu dhe në tabelën e emulacionit socialist. Një garë shumë shoqërore. Nuk i mbajmë asgjë të fshet njëri tjetrit. Vazhdimisht shkëmbejnë përvojën midis tyre. Për një peshkatar të vjetër, deti ka gjuhën e vetë. Duhet i kuptosh erat dhe valet e detit për të hedhur rrjetat në det. Deti është fronti i tyre i punës dhe i prodhimit. Gjyëtia nuk ka orë, natë e ditë. Gjyëtia e mbaru sjell peshkatarëve gëzim, ashtu si u sjell bujqeve toka me prodhimet e bollshme. Për rilindjen e kësaj zone, flet edhe plazhi i Velipojës. Rëra me shumë jod, ujrat e kulluara të detit, peizazhi i veshur me gjelbrim, e kanë bërë këtë vend një nga qendrat më klimaterike. Veç kooperativistëve, kalojnë pushimet këtu punonjës që vinë nga ana e anës. Tek niprit e të munduarve s'ka mbetur asgjë nga e kaluara. Çdo mëngjes anës Bunës apo buz ujrave të Adriatikut sheh qindra nxënës e nxënëse të Velipojës që shkojnë drejt shkollave të tyre. Në këtë zonë ku më parë ishin të rrallë ata që dinin shkrim e këndim, ka 8 shkolla fillore 8 vjeçare dhe një shkollë të mesme bujësore. Sot, në një nga klasat e shkollës mesme bujësore, mësuesja e historisë ka ftuar të flasë nxënësve veteranin Zef Doda, kryetari i frontit të zonës. Shkollën Velipoj, thot ndër të tjera veterani, u hap në pranverën e parë të shtirimit më 25 prill 1945. Nuk kishte atëre lokale. Në kuvendin e burrave u ngrit një djalë i vogël, Nik Pjetër Deda. Ta hapim atë në shtëpinë tonë, i tha i kuvendit. Dhe hap shkolla në këtë shtëpi të Nikës. Këtu mbaroi filloren pioneri, që më vonë do të bëhej shero në bjeshkët e Kelmendit në luftë kundër diversantëve. Ja, sepse pionieri Trim i kap vend vetes midis herojve dhe mësuesve të popullit. «25 prill, dita e shkollës parë, dita e dijes dhe e dritës në Velipoj, kremtohet si fest e krajinës. Midis atyre që kanë ardhur në fest, është mësuesi veteran Enver Mlika, ishin nxënës që tani janë mjek, agronom, mësues, veteriner.
Duke u larguar prej këtej, Nes na hiqet nga mendja velipoje e dikurshme, vendi i ujrave të verdha dhe i malarjes. Ne nuk do të harrojmë kurrë velipojën e rilindur me fushat pa mbarim, kaltërsinë e ujrave të bunës dhe të detit. Nuk do t'i harrojmë njerëzit e saj punë